Përshëndetje dhe sot kam përgatitur një recetë të ëmbëlsirës tepër të shijshme që përgatitet pa pjekë. Vetëm për pak minuta do ta keni gati. Fillojmë. Fillimisht marrim 300 gram biskota të bluara. Dhe tek biskotat shtojmë 3 lugë të gjellës me kakao të mbushur plot. Çdo lugë e mbushni mirë me majë. Mandej shtojmë 4 lugë të gjellës me sheqer të mbushura plot. Shtojmë 120 ml qumësht ose një gotë të çajit, edhe gjithashtu 125 gram margarin i shkrirë. Vazhdojmë edhe krejt përbërësit i përzim mirë dhe kështu po e përgatisim edhe shtresën e parë për këtë ëmbëlsirë të sodit. Do vazhdojmë do t'i përzim mirë derisa të përzihet masa mjaftueshëm. Në fakt unë kam vendosur sot me përgatit një torte shumë të njohur që njihet si Bounty tortë. Dhe tash vazhdojmë e shtrojmë në tepsi. Mund të përdorni kallëf që janë në formë katrori ose një tepsi si kjo ose një tepsi katrore, i shtroni letër për pjekje që pastaj më letë ta kalojmë në një tepsi tjetër kur do ta servojmë dhe tash vazhdojmë shtresën e parë e formojmë në këtë mënyrë duke shtypur pastaj biskotat me gotë. Kështu më letë formojmë edhe shtresën e parë të ëmbëlsirës pa pjekë. Po e shikoni që këto shtypen shumë kollaj, edhe ngjiten edhe formohet një shtresë me biskota. Pasi që do ta kemi gati, do ta la anash tepsien e tash po vazhdojmë me përgatit edhe shtresën e dytë. Dhe për të përgatitur shtresën e dytë na nevojitet qumësht, 800 ml qumësht. Ktu shtojmë grizë dhe kjo është griza që unë do ta përdori për të përgatitur recetën e sodit. Grizë pra përgatitet ose përdoret me përgatit fëmijëve ushqim pra për bebe që është, dhe nga ky paketim unë do të marr vetëm 6 lugë të gjellës. Pra vazhdojmë edhe shtojmë 6 lugë të gjellës me grizë. Gjithashtu shtojmë edhe sheqer, pra sheqerin do ta matni me lugë, 6 lugë të gjellës të mbushura plot. Dhe tash do ta vendosim në zjarr që të zihet derisa të fillojë të troshet. Gjithmonë unë kështu i rri pak afër, edhe e përzi vazhdimisht dhe pres që ky krem të fillojë të troshet. Pra sa po të filloj të troshet, mandej do ta largojmë nga zjarri. Tash ka fillu me u trosh, ka fillu me vlu, e largojmë nga zjarri. Edhe sa është i nxehtë kremi, këtu vazhdojmë edhe shtojmë kokosin dhe kësaj recete unë i shtoj 100 gram kokos. Nëse ju duket që është pak, mund të shtoni edhe pak, por besoj që do të mjaftoje 100 gram për këtë recetë. Vazhdoj me përzim, sepse sa është e nxehtë kjo përzihet shumë ma kollaj, edhe më lehtë do ta shtrim pra tek tepsia. Sa po e kemi përzier mirë, shikoni si duket, pra është e trosh, me zor bie nga luga. Edhe tash po e shtrojmë shtresën e dytë në tepsi, mirë po tash kjo letra anash po më pengon edhe po e li pak me vaj tepsien, edhe kjo më letë pra ngjitet edhe shtrojmë kremin e bardhë. Po vazhdojmë, po shtojmë edhe kremin e bardhë. Edhe e shtrim mirë me lugë. Edhe ju them se kjo është një nga ëmbëlsirat që përgatisim pa pjekë, bëhet e shijshme, mund ta provoni recetën nëse doni. Gjithashtu mund të shtoni edhe një pako sheqer vanilje nëse doni t'i jepni pak më shumë aromë ëmbëlsirës. Edhe tash e shtrim mirë.
Dhe krejt në fund bë ëmbëlsirën do ta liej me çokoladë. 100 gram çokoladë gatimi, 100 ml krem për ëmbëlsira. Unë i kam lanë në mikrovalë kështu për 1 deri në 2 minuta që të shkrihet, edhe po e vrejni se sa e mirë që është shkrirë, dhe tash vazhdoj edhe i ashtoj mbi ëmbëlsirës. Edhe kështu kemi arritur në përfundim të kësaj recete. Pra, përgatesna sepse ja vlen me provu një recetë pak më ndryshe, një ëmbëlsirë që vërtet ja vlen të provohet. Krejt në fund, pasi të përfundoj me çokoladën, do e lëm që të ftohet në frigorifer për disa orë, ose në fres do e leni për 1 deri në 2 orë, do ta shikoni. Pra kur çokolada të filloj pak të ngurtësohet, atëherë mundeni me e largu pra nga tepsia, edhe tash vazhdojmë edhe i presim forma. Format mund t'ja bëni të ndryshme, unë po i ndaj në pjesë pak më të mëdha, mund t'i ndani në pjesë më të vogla, sipas dëshirës. Dhe kështu vazhdojmë. Dhe krejt në fund, ëmbëlsirën e kemi gati, por mbetet vetëm se ta shijojmë. Ne sapo kemi përgatitur edhe një ëmbëlsirë tjetër pa pjek, një recetë që duhet ta keni edhe ta shënoni në fletore. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.